Kanë vijuar dhe këtë të premte gërmimet arkeologjike në kodrën e Pusit pranë fshatit Muriz në Lushnjë, ku po zbulohen gradualisht themelet e një ndërtese me përmasa të mëdha. Sipas të dhënave paraprake, kjo zonë ka qenë e banuar gjatë periudhës së antikitetit të vonë, duke ofruar informacione të vlefshme mbi zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të kohës. Pamjet e siguruara tregojnë praninë e arkeologëve në terren, të cilët po vijojnë punën për të nxjerrë në dritë strukturat e fshehura ndër shekuj. Specialistët bëjnë të ditur se gërmimet do të vazhdojnë dhe në ditët në vijim, me synimi për të zbuluar më shumë detaje mbi funksionin e godinës dhe rëndësinë e saj në kontekstin historik dhe kulturor të zonës. Zbulimet e deritanishme konsiderohen premtuese dhe mund të hedhin dritë mbi organizimin urban të kësaj qendre të hershme. Arkeologët po analizojnë gjithashtu materialet e gjetura si fragmente qeramike dhe element ndërtimor që ndihmojnë në datimin e sitit. Banorët e zonës janë shprehur të interesuar për gjetjet, duke konsideruar këtë një vlerë të shtuar për historinë lokale. Autoritetet pritet të mbështesin vijimin e kërkimeve, duke parë potencialin që zona të kthehet në një pikë të rëndësishme turistike. Gërmimet pritet të sjellin të dhëna të reja që do të pasurojnë hartën arkeologjike të rajonit të Lushnjës.